Konferenca e 8 ndërqeveritare e cila tashmë i hap rrugën procesit të mbylljes së negociatave, ishte kryefjala e podcastit të kryeministrit Edi Rama këtë të diel. Drita jeshile e marr nga Brukseli zyrtar për përmbushjen e kritereve të ndërmjetme për grup kapitullin e themeloreve. Për kreun e qeverisë, është dëshmi se reformat e marra nga Shqipëria kanë dhënë frytet e tyre. Pikërisht më 26 maj, si për një ironi apo buzëqeshje të fatit, 30 vjet pas 26 maj të dhunës, të përgjakjes opozitës, të grabitjes votave, erdhëm në ditën kur Shqipëria hyri në fazën e re dhe të fundit të rrugtimit të saj europian, duke mbyllur fazën e çeljes së kapitullit negociatave dhe duke hapur fazën e mbylljes së tyre. Ndonë se ende nuk ka një datë të përcaktuar për mbylljen e kapitujve të parë, shefi i qeverisë vijon të jetë optimist se ky proces do të përfundojë brenda vitit 2027. Për cilën kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian që të arrijmë me sukses mbylljen e negociatave deri në fund të 2027-s, kemi një hapësirë të ndërmjetme në 2028 dhe kemi objektivin madhor të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qeveria miratoi këtë javë dhe udhëroi fyesin kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Një dokument ky që orienton institucionet drejt prioriteteve të lidhura me të gjitha fushat, ku duhet të punojë vendi ynë për procesin e integrimit. Që përcakton objektiva konkrete të matshme për zhvillimin e vendit në vitet që vijnë, ne në thelb realizojmë një plan që orienton institucionet tona drejt prioriteteve të lidhura me ekonominë, me arsimin, shëndetësinë, mjedisin, mirëqeverisjen dhe në tërësi cilësinë e jetës. Rama shpjegoi dhe funksionin që do të kryejë Albanian Digital Solution. Kompania si Motor Reaction do të ofrojë shërbime në zhvillimin e sistemeve software, administrimin e infrastrukturës teknologjike, sigurinë e informacionit, sigurinë kibernetike apo mirëmbajtjen e sistemeve.